Një tërmet i fuqishëm me magnitudë 6.2 sipas autoriteteve turke, ka tronditur qytetin e Stambollit në mesditën e kësaj të marte, duke shkaktuar panik masiv mes qytetarëve dhe evakuimin e menjëhershëm të shumë ndërtesave. Lëkundja sizmike u regjistrua në orën 12:49 me orën lokale dhe pati epiqendrën në zonën Silivri, rreth 80 kilometra në perëndim të qytetit, në një thellësi prej 6.92 kilometrash. Autoritetet turke kanë konfirmuar se deri më tani nuk raportohet për viktima, por një person ka mbetur i lënduar pasi u hodh nga balkoni në përpjekje për t'u larguar nga ndërtesa. Ngjarja ndodhi në një ditë fest publike në Turqi, kur shumë qytetarë ishin në shtëpi, çka e shtoi ndjeshëm frikën e përhapur. Pamjet e para të publikuara nga mediat vendase tregojnë rrugë të mbushura me njerëz që vrapojnë në panik, ndërsa sirenat e emergjencave dëgjohen në sfond. Transmetuesi turk TGRT raportoi se tërmeti është ndjer fuqishëm edhe në provincat përreth, ndërsa ndërhyrjet e shpejta kanë nisur për të inspektuar dëmet e mundshme në infrastrukturë. Agjencia turke për menaxhimin e fatkeqësive natyrore, AFAD, ka bërë apel të qartë për qytetarët që të mos kthehen në ndërtesat që mund të jenë dëmtuar strukturisht, duke paralajmëruar për rrezik të vazhdueshëm. Pas lëkundjes kryesore, janë regjistruar të paktën 3 pasgoditje në zonën e Büyükçekmece, të gjitha brenda një harku kohor prej pak minutash. Nga ana tjetër, Qendra Gjermane për kërkime gjoshkencore ka publikuar një magnitudë pak më të ulët, 6.02, por e konsideron tërmetin të njëjtës shkallë rrezikshmërie për shkak të thellësisë së vogël dhe afërsisë me zonat e banuara. Stambolli, një metropol prej më shumë se 16 milion banorësh që shtrihet mes Europës dhe Azisë, është një ndër qytetet me rrezik të lartë sizmik në botë. Ekspertët prej kohësh kanë paralajmëruar për mundësinë e një tërmeti të madh në këtë rajon, ndaj ky zhvillim është ndjekur me shqetësim të madh si brenda vendit, ashtu edhe në rang ndërkombëtar. Ministria e Brendshme turke ka garantuar se po ndjek nga afër situatën dhe se ekipet e emergjencës janë në gatishmëri të plotë, ndërkohë që nuk përjashtohet mundësia e lëkundjeve të tjera pasuese në orët dhe ditët në vijim.